Selam aleikum hoxh. Kam gjetur një nusk në shtëpi. Si bëhet prishja e saj? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Të këshilloj që të marrësh një enë me ujë të pastër. Lexo në të pra ajetin kursi. Lexo surën Al-Fatiha, lexo 3 suret e fundit të Kuranit. Merre nuskën dhe duke lexuar Kur'an hape. Më pas atë letrën pra që është brenda hape duke lexuar Kur'an, merri gjitha çfarë janë, pra mund të ketë ndonjë petë lidhur, mundohu t'i zgjidhësh ato. Ta marrësh atë letrën, futet tek ena e ujit dhe duke e fërkuar, lexo Kur'an derisa t'i ik boja shkrimi. Më pas merr edhe digje. Dhe larg këtyre gjërave. Ai që na ruan dhe na mbron është vetëm Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. Nuk na ruajnë nuskat, patkojt, syri magjik.